punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Përshëndetje të dashur miq. Mirë se erdhët në Tru Podcast. Ju falenderojmë që bëni subscribe në kanalin tonë të YouTube-it, pasi jeni juve fuqia dhe motori vetëm i rritjes organike të faqes tonë. Ju lutem kur ta shikoni këtë video, bëni like dhe shpërndajeni te miqtë tuaj, pasi ngacmoni algoritmin. Aleati joni vetëm nuk është politika, nuk është leku, është algoritmi. Sot unë kam ftuar një mikun tim, i cili është sekretari i përgjithshëm i Partisë Lirisë. Shumë kush nga juve do filloj të gjykoj gash, jo po pse e more, pse se more të gjitha. Juve dini që unë nuk pyes njëri. E kam hapur këtë lloj podcasti për mos të varur nga askush, vetëm nga Zoti i qofshin fal. Dhe besoj se çdo lloj njeriu, çdo lloj partie ka vlera, dhe Partia e Lirisë ka një djalë me shumë vlera, i cili është bërë një për të gjithë. Pra janë 4 fronte lufte, dhe ky djalë është bërë si pistolero, sa shkoknej, sa shkoanej, sa shkoktej, sepse njerëzit vetëm firojnë. Sepse politika në Shqipëri ka shkuar deri në atë lloj momentumi që duhet patjetër të kuash me lek që të vi tjetri. Aq sa deputet pranë opozitës, së madhe asaj të Olimpit, ku mbaj fjalimi për liderin ton legjendar, thonë që duhet japim nga 1.000 euro njerëzve për të dalë në protest. Kur vota është blerë për 50 euro, kupton? Vetëm këtë duhet kuptoni. Sot ne kemi të ftuar Ted Blushin. Ted, falenderoj vëlla që më erdha. Kënaqësi, edhe jam 2 herë i lumtur që e para që për ftesën tuaj dhe e dyta që jam e parë në jetën time që marr pjesë në një podcast. Faleminderit vëlla. Edhe ishte kënaqësi sepse vlerësoj, ju thatë algoritmi, në fakt vlera juaj është liria juaj. Dhe kjo ju bën shumë dimensionale dhe shumë të vlefshëm. Në radhë parë jo vetëm për teleshikues, por për të gjithë shoqërinë, kështu që kush refuzon ftesën tuaj, besoni që është armik i lirisë, i fjalës lirë. Po ta di se kush e ka refuzuar, një profesor si përparim Kabë vlla. Po. Domethënë një antropolog i veçuar antropolog. Ta e kanë refuzuar, disa të tjerë nuk e kanë refuzuar, e kanë shtyrë, se kanë edhe obligime, po që në 95% të rasteve nuk më ka refuzuar njëri dhe kanë ardhur me përzemërsi, qoftë nga e majta, qoftë nga e djatha, qoftë nga Partia e Lirisë, qoftë nga gjithë vëlla. Është kënaqësi dhe urime, suksese, se po bëni punë të jashtëzakonshme. Ndoshta të pavlerësuar ashtu siç duhet, por ti je i bindur që koha do të vërtetojë që je në anën e durë të historisë. Është i vetmi podcast vëlla që është marr miku joni për bashkët, avokat Kujtim Cakrin, dhe të pyetet për presidentin, se unë i them para president, sepse për aq kohë sa amerikanët i thonë president Nixonit, që është me skandalin e Watergate-it, pse mos kemi të njëjtin parim neve për zotin Ilir Meta. Me gjithë mirat dhe të këqijat, se politikani ka drejtjet e veta. Dhe është i vetmi që nuk është paragjykuar, sepse avokati ka shkuar në studio të tjera dhe, domethënë, pyetja ishte a është arrestuar në mënyrë ligjore Ilir Meta, dhe të gjithë thoshin shikoj se 2011, 21 janari, të gjitha me radhë. Dhe ndërkaq janë vjetur 800.000 euro, 500.000 euro, 400.000 euro nga pastrusja. Dhe vazhdon vazhdon akoma, u vran 4 veta Kurbani i 2010-s, libri i pashkruar ndonjëherë nga Edi Rama, por që mban emrin e tij, që na ka paralajmëruar o vëlla Kurbanin. Tani të bëjmë çik retro, se kjo nuk është intervistë politike. Jam i hapur për çdo pyetje, sidomos për çdo pyetje provokuese. Jo, s'mos bëj për pyetje bëj pyetje logjike që ta kuptojnë njerëzit. Për provokime ka sa dush, duan të godasin poshtë brezit, mos bëj goditje poshtë brezit vëlla. Kur jemi në 2025-ën, dhe Kurbani është shkruar në 2010-ën. A merr kuptim gjithë narrativa e atij libri që ai na ka paralajmëruar që do ju bëj Kurban gjithë dhe Kurban. Jemi gati 15 vjet nga shkrimi i librit. Në fakt, marrëzinë e këtij individi e ka mësuar rastisht nga një ish miku i tij basketbollist, i cili nuk mund ta përmend dot, por është një figurë e nderuar kombëtare, i cili më ka treguar dhe arsyen pse Edi Rama ka lënë basketbollin. Dhe arsyeja ka qenë pikërisht ky ish miku i tij, ish basketbollist i nderuar, i kërkojnë ndjesje për mundësi raste, ndoshta shumica e din këtë histori që e kam dëgjuar prej tij,
por që më ka treguar që e ka lënë basketbollin vetëm pasi është rrahur nga një ish kampion basketbolli, disa vite më moshë më i madh se ai, dhe vetë egoja e sëmur e ka përplasur poshtë në tokë. Çka dhe ai vetë tha, u shokova kur pash një njerëz se ne po luanim për qef kuptimin. Por kur pash deri ku shkon marrëzia e një individi i cili është gati se ta fillonte godisë të bën, aty kuptova tha që deri ku shkon marrëzia e një individi i cili nga vetë shokët e tij aktuale është denoncuar, kanë publikuar kartelat psiqike, por nuk kemi vetëm një psikopat, kemi një për fat të keq, këto nuk janë epitete pejorative, unë nuk i them sepse Edi Rama është kundërshtar i politik. Edi Rama në fakt sot është armiku i çdo shqiptari i cili ka vetëm një kërkesë elementare në thelb. Ti jetoj lirë, të ndërtoj jetën e tij normalisht, sa më qetë, sa më pa strese për ta thjeshtuar. Por një njeri i cili kërkon të ketë gjithçka në kontroll është një individ i cili jo vetëm është me probleme të qarta mendore, por dhe një individ i cili ndjen kënaqësi kur të tjerët vuajnë. Dhe kjo sadomazochist, dhe kjo e bën akoma më të rëndë situatën, sepse ti jetosh, ti je vetë baba apo jo. Ti je prind, ti je familjar dhe të shohësh tjetrin ose të shohësh në ekrane se si nga dhuna jote. Pra, grash të nxana që qajnë, fëmijët e mitur që përloten, që nuk kanë bukë të anë, dhe ti të flasësh pastaj për një botë surreale, për një sukses të paimagjinueshëm, më radh pa tregon që nuk je njeri. Se unë të di që një akti im, një veprim im sjell një fatkeqësi për një familje, ndihesh keq. Se mendon rreth parë, si do ndisha unë po të ma bënin mua. Bësh pak empati, po kjo është veçori e psikopatëve, nuk bëjnë dot empati. Pikërisht prap. Dhe imagjinoni tani një kryeministër i cili shef çdo darkë në televizor se si njerëzit qajnë, vajtojnë, shprejnë dramat e tyre të jashtme që i ka shkaktuar ky shtet, i cili në fakt duhet ishte mbrojtës kryesor, dhe të nesërmen del në ekran thotë jemi vendi më i lumtur në botë, më i suksesshëm në botë. Edhe Enver Hoxha nuk dilte kaq shpesh televizor. Ju ftoj të shohni kronikat. Enver Hoxha mund dilte një herë në 3 muaj, 4 muaj, sepse ai në fakt ka qenë i ndërgjegjshëm për çfarë bën. Ndërsa ky o është i pandërgjegjshëm ose e ndjen kënaqësi, dhe unë besoj këtë të dytën, që është shumë i ndërgjegjshëm për krimet që bën dhe ndjen kënaqësi kur sheh çdo ditë kronikat ose denoncimet tuaja ose të kolegëve tanë në media, kur sheh njerëz që qajnë, që vajton, kur sheh që i dhe shtëpi me erë me tritol, ç'nevojë ka sot të shëmbësh një bujtim me tritol në theth. Ai dhe kënaqësi sepse ai e di që një investim në theth mund të shkuar 20, 30, 200.000 euro fjalë. Sa më i madh investimi, aq më e madhe kënaqësia e tij dhe mënyra brutale shëmbjes për të treguar atij që unë të shkatroj dhe të jeth në erë. Ai ndjen kënaqësi me këtë gjë. Ç'nevojë ka të shohin policë të rreqin zvarr gra shtatzan. Ma shpjegoni do në një vend ku ne dim që nuk këtu më shumë se gjysmë shqiptarëve janë kështu me një tjetër kuptimin. Sigur ta ketë manual këtë hotel. Nuk e ka manual, ai e ka në vlerësimin tim nuk do të them genetikës, sepse në fakt do të merresh me familjen, e kuptoj. Nuk dua të merrem me familjen dhe refuzoj të gjithë ata politikanë të cilët jam dakord me kjo vëlla. Janë te familja e tjetrit, unë nuk merrem nga ata politikanë që merrem as me bashkëshortet, as me vajzat, as me djemt. Unë në radh parë merrem me veprimtarinë politike. Me veprimtarinë politike, as me individin. Unë nuk e kam Edi Ramën në vetvete. Por aktet e tij janë kriminale dhe filozofia e tij është kriminale, sepse më kriminal janë edhe këta poshtë, dhe sa më poshtë Edi Ramës shohim një urrëtie ndaj qenies njerëzore më të madhe. Sepse sigurisht ai jepi urdhër politik për të shëmbur diçka, po mënyra se si këta e servirin me tregon që kemi të bëjmë me një sistem në thelb kriminal, nuk është propaganda, është fakt. Mjaftoni të shkoni jo më larg se këtu, ku di unë Astier ose kudo tjetër, do të shikoni dhe të dëgjoni dramat. Pash një më 4 ditur në fakt, një burr i vjetër ishte intervistuar në televizion dhe po e pyesin për shpopullimin, dhe nxori nga xhepi një, nuk di e keni parë. Ka nxjerr pyetje vajzë që mendoni ju për dramën e madhe shpopullimit, tha do ta them me një gjesta, dhe nxori nga xhepi xhaketës, kishte shënuar aty numrin e vet telefonit. Që tha nëse vdes në rrugë, tha të më marr vajza në telefon. Ta marr dikush vajzën në telefon. Në këtë vend jetojmë.
Dhe është po ky vend që vuan këto tragjedi dhe që çuditërisht në çdo parzgjedhje del fituese dera. Se këtu doja dilja, se më dolën shteg. Po si ka mundësi më e marrë mira, vuajnë kaq shumë. Ose ne jemi të smur psiqik gjithë si shoqëri, edhe kemi rënë pre sindromët të Stockholmit, që kemi filluar të ndjejmë kënaqësi kur na përdhunojnë, siç thoshte avokat Ngjela dikur, gjatë aktit fillon viktima ndjen kënaqësi, ose neve jemi populli që shitemi më lehtë nga të gjithë vëlla. Dy janë gjërat, sepse po të ishte populli ndërgjegjshëm me marrë mira, kushdo qofte të blushish, pendgash, mund të jemi maskarenja, vëlla, maskarenj më të mëdhenj. Po ti ke një maskara për të hequr. Hiqe kët, dhe duke hequr kët më bën dhe mua që do t'i zë fronin, ma shtrëngon litarin që po bëre si ky, do përfundosh më keq se sa ky. Pse nuk ndodh kjo lloj veprimtarie? Do të thënë ka nepaliot, se unë i them nepaliot e palezve, nepaliot të cilët vinin këtu për azil, për punë, për studentë, ka akoma është me pull të kuqe Nepali. Nepali na dha një leksion demokracie neve. Do thuash ti nuk legjitimoj dhuna, po më e kuptoj që nuk legjitimoj dhuna, po një sistem që vjen me dhunë vëlla, si duhet tiki? Do iki me lule. Ka me dhunë. E vërtet është, por vrau 4 veta vëlla. Unë nuk besoj që jemi populli i kësaj natyre, përkundrazi sot shqiptarët, jo vetëm sot, por në historinë e vetë shqiptarët kanë treguar që janë një popull me karakter, të cilin karakterin, dinjitetin dhe familjen e kanë të shenjtë dhe nuk pranojnë ti në përkëmbësh kollaj, por kjo nuk është çështje vullneti i popullit. Këtu kemi një sistem, një makineri, e cila e ka zhbërë çdo institucion normal, duke filluar nga vota e lirë, ku shqiptarët shprehen lirshëm për atë çfarë mendojnë. Sot nuk e një hapësirë mediatike, unë jo më kote vlerësova këtë hapësirë tuaj, këtë dritare, lirie. Sepse sot nuk e, ose shumë pak, ose as pak, me gishtat e dorës vështirë të numërosh media të cilat realisht janë të pavarur. Kam qenë vetë gazetar edhe kam ikur nga media pikërisht kur kuptova që ishte një situatë jo vetëm surreale, por e gënjeshtërt. Sa vjen një moment që deluzive. E sheh vetën thuare, kjo është ajo ku mund të ndaj mendoj që nuk është çështje e dinjiteti, nuk është që shqiptarët shiten dhe blien kollaj. Jo më kote Edi Rama i ka lënë të varfër. Edhe më kujtojt një rast, kishim në fushat në Skrapar edhe më tregonin një deputeti rilindjes në Skrapar dhe e kishin thënë për mira, tërë të vite s'na bët një rrugë këtu, edhe përgjigje e tij që shumë e bukur. E bukur kuptimin tragjike në thelbin e vet. Tha po nëse ne do e ndërtonim rrugën, tha ju nuk do na votoni më. Kështu që ne ju lëm pa rrugë, që në çdo parzgjedhje tha ty premtojmë prapë, është si puna asaj anekdotës me flokët që ta lesh më fal për shpejt do marrin të gjithë. Kështu që kur ma tha këtë gjë në fakt nuk e besova për ishte e vërtet. Edhe madje ka bërë një ish ministër socialist, po tha ne prandaj ndërtojmë se nëse ju ndërtojmë rrugën, tha ju do i keni të gjithë kushtet, as do merrem me ne. Kështu që më mirë po ju lëm pa rrugë, që sa herë të vim ne të mendoni që po vjen Mesia, po vjen Zoti. Dhe në çdo parzgjedhje ne them do i bëjmë rrugën dhe prapa rrugën. Ka kaluar 12 vjet janë prapa rrugë. Kjo tregon ça. Unë kam një kuriozitet për gjendjen emocionale të presidentit Meta vëlla. Presidenti Meta, sepse për mua është njeriu i vetëm bashkë me Erion Vilien, fatkeqësisht, që po bëjnë burg politik. As i tjetër nuk e ka bërë. Në 34 vjet, mënyra se si është marr Ilir Meta zvarr që burri më i keq në botë ti nuk e prek dot presidentin e vendit tim vëlla, se po preke presidentin, kreun e shtetit, ti ke prekur shtetin. Pra aty nuk ka pikë respekti. Jepi gjykim të drejtë. Qofse është fajtor, shpallë fajtor në baza që ta ketë dosjen kaq që mos ketë avokat që të shkojë. Po ti nuk mund ta tërheqësh dot zvarr presidentin e vendit tim. Qoftë ai dhe Edi Rama po të ishte president. Unë edhe Edi Ramën që e urrej patologjikisht si politikan, nuk dua ta shikoj në atë lloj gjënie vëlla. Dua ta shikoj në një sistem drejtësie shumë efikas që t'i vijnë prokurorët, juria, të gjitha merat i thonë zotëri 1 2 3 4, 1 2 3 4, dënohesh apo je i pafajshëm. Si është gjendja emocionale e presidentit? Është e vetmja pyetje që nuk duhet shtrohet kushdo që e njeh zotin Meta. Gjendja e emocionale është në top form. Gjendja e shëndetësore është shumë mirë, kështu që nuk ka askush mos ketë asnjë merak për gjendjen e shëndetësore dhe emocionale. Por sigurisht e gjitha çfarë ndodhi në fakt ishte paralajmëruar.
sepse ka qenë fund e krye dhe vijon të jetë një vepër kriminale e Edi Ramës. Në bashkëpunim me një strukturë cilën ne nuk e atakojmë drejt për drejt. Politikisht. Jo, e atakojmë drejt për drejt, por jo vetëm thjesht dhe vetëm politikisht. Imagjinoni sot kemi një sistem drejtësie, një prokurori që presupozohet të jetë elita e këtij vendi. Pagat e të cilëve sot janë 8.000 euro. Po 10.000 euro bashkë me dieta 12.000 euro në një vend ku sot me pagën dhe pensionin minimal nuk blet dot ushqime për të mbijetuar asnjë javë. Dhe këta prokurorë në shkelje flagrante të ligjit nxjerrin një urdhër për të arrestuar ish presidentin e Republikës, mbështetur mbi një ligj të shfuqizuar. Ligji i shfuqizuar e kemi denoncuar me fakte 4 vite më parë. Do shqisoj si kur ne të dy të arrestojme tani me ligjet e kohës e Rogjës, vetëm pse në fund është firma e Altin Dumanit apo e Sotir Klapit. Tani mjafton ky element për të treguar se çfarë niveli prokurorie kemi. Dhe një urdhër i cili është dhënë nga publikisht nga tribuna e Partisë Socialiste, një akt për cilin në Edi Rama në atë tarafin e vet e ka pohuar që është vepër e tij dhe që është krenar që e ka tërheqë zvari Ilir Metën. Një akt i cili në fakt synonte të terrorizonte të gjithë mbështetësit, jo vetëm të tij, po të gjithë opozitarët, se ti kur sheh një president të Republikës që tërhiqet zvar, imagjino çfarë më bën mua këta. Plus që është një akt i cili mos harrojmë kontekstin në cilin u zhvilluar, pra jo shumë larg zgjedhjeve në Amerikë, jo shumë larg nisjes së fushatës elektorale, dhe që kishte vetëm një synim politik, një përpjekje për të izoluar Ilir Metën në mënyrë që të rrëmbenin atë që rrëmbyen në 11 maj, dhe të mos harrojmë që ka pasur tentativa kriminale për të rrëmbyer të gjithë Partinë e Lirisë. Të njëjtë tentativë që u bë me Partinë Demokratike për të rrëmbyer Vulën, logon, e njëjti skenar u tentua të aplikojë edhe në forcën tonë politike, me lloj makinacionesh nga më ordineret. Mos harrojmë që si forcë politike kemi bërë dhe kallëzime në institucionet përkatëse, në tentativat për të intimiduar, shantazhuar me prova konkrete që janë zbuluar brenda selisë së kësaj force politike, asnjë përgjigje, asnjë reagim, sepse është qartë që është një tentativë kriminale. Ilir Meta, duhet ta theksoj, nuk ka qenë kurrë kundër hetimit. Edhe pse ka pasur kontestimin e vet ndaj këtyre institucioneve të drejtësisë, por gjithmonë është paraqitur sa e është thirrur, madje edhe kur ishte president e Republikës, duhet të kujtoj që u paraqit në komisionin parlamentar të korporatave, në një parlament i cili si de facto, si de jure ishte parlamenti i zhborë. Kur shoh këta burra këtu të vjen, mendohesh 2 herë, pas më shumë mendje kur erdha, unë jam sot deputet i Shqipërisë, sa kemi përgjegjësi shumë të madhe. Para tani imagjinoni në çfarë situate jemi kur një president pavarësisht emrit, mbi të mund të rëndojnë shumë opinione, është e drejta e gjithë secilit, por faktet dhe koha po tregon që në fakt gjithçka, e gjithë propaganda e ndërtuar ndaj Ilir Metës ka qenë një propagandë e sponsorizuar me qëllim goditje në një prej figurave kryesore të politikës në vend, pra një mënyrë jo vetëm jo e ndershme. Sepse ti s'mund të nxjerrësh dikë nga ose të përpiqesh për ta izoluar dhe për ta nxjerrë gjojën thonjza nga politika, duke e arrestuar në këtë mënyrë pasin fakt dhe pasin provë. Nuk është propagandë kjo. Unë i sfidoj të gjithë dhe imi vetëm forcë politike e cila e ka bërë publike të gjithë dosjen e zotit Meta. Dosje e cila u publikua për të treguar kujdo që ka iluzionin më të vogël që duke filluar e mbani mend çështën e Florinit, është hetuar për skazë. Që thoshin ligë Floriri. Po Floriri Krabës, ku është? Ku janë faktet, ku janë provë? Nuk ka. Është hetuar për gjithë veprimtarinë e tij nga viti 92, kur ka qenë për herë të parë deputet dhe kur ishte akoma djalë i ri dhe ishte bërë print, edhe deri në ditën e sotme. Madje dua t'ju kujtoj edhe këtë çështjen e famshme, ka paguar $1 milion për foto me Trumpin. E botoi Mother Jonesi, e botuan për media austriake, vetë tani në përgjigjen e këtyre spakut. Autoritetet amerikane shkruan, e kemi përkruar dokument që nuk ka asnjë veprimtari të palishme në zotit Meta, asnjë pagesë të kësaj natyre në Amerikë. Tani, për ata që kanë dyshime të vogël, pra mirë, këtu e mas në Amerikë ka në Ameriku kush e bleu Amerikën? Dhe kur është e faktuar që në Amerikë i vetmi që ka korruptuar një zyrtar të lartë është Edi Rama, jo më larg se pak ditë më parë edhe New York Timesi
plasi një tjetër bombë, sepse janë sinjale të cilat qartësisht ju e dini se si veprojnë shtetet kur nuk duan të dalin direkt me qëndrime ndaj. Mos harrojmë që Edi Rama është kryeministër, jemi vëndatar i NATO-s, por ama është i vetmi vend ku departamenti ose për të cilin departamenti i drejtësisë në Amerikë ka publikuar një raport ku përmendet Edi Rama. Po pse ka ardhur majori, kryetari i Bashkisë New Yorkut sot. Apo para disa ditësh, po ka ardhur këtu. Po, ka ardhur këtu dhe doli në konferencë shtypin deklarat. Shqipëria po ecën në drejtimin e dur. Tash kaq idiota na mendojnë edhe këtë vëlla. Unë mendoj që çdo shqiptar i ka sy në ball, edhe ne nuk duhet të impresionohemi as pak nga çdo zyrtar i huaj. Ne i kemi sy në ball dhe si pa duhet i kemi. Do të vijë nga Amerika. Po nuk kam unë personalisht dhe ju dhe kushdo tjetër nuk ka nevojë që të vijë dikush nga Amerika për të na treguar se sa mirë jetojnë. Në kohën e komunizmit merrnim si çmimi vendi i parë për bukë, këtu njerëzit ngordhin për bukë, në radhë për bukën. Tani kemi marrë çmim të parë në këto vendet diktatoriale për çmimin e bukës. Tani çfarë them? Ne kishim më të lirë nga të gjithë. Tani ku ndërkohë një vend që buka ndaje me tallon dhe me riska. Apo nuk kishte mish në dyqan. Ishte situata. Tani ju prisni ose unë pres ose çdo pensionist apo çdo student që detyrohet të ikë nga ky vend pres që të vi kryetari i bashkie nga jashtë na tregoj sa mirë po jetojmë dhe në cilën rrugë duhet të jemi. Atëherë si shpjegohet që kanë ikur në më pak se ose në 12 vjet mbi 1 milion shqiptarë, shumica dërmuesve të cilëve të rinj. Edhe sa do ikin? Janë gati, po edhe vazhdojnë të ikin, sepse jemi një vend që nuk ka asnjë konflikt civil. Po. Asnjë konflikt armatosur dhe ku njerëzit ikin nga syt këmbët, nuk duan të kthehen kokën pas. Sepse ti që kur del mëngjes nga shtëpia, fillon dita me një stres. Jemi vetëm një vend që sa hap sy të mëngjes, fillon mendon çfarë do buk sot, çfarë do u garantoj familjes time apo jo, ku do punoj sot, ka njerëz që bëjnë 2-3 pune pra nuk i del. Të si e ndjem vetëm parlamentash. Si e ndjem vetëm kur ke zinxhinen, kur ke ato. Me të drejtën ndihemi turpëruar, ti je pjesë e një parlamenti i cili bravo të qoftë që e thua publikisht valla. Jo, bravo të qoftë. Edhe nuk ndihemi turpëruar dhe më kot e pash disa herë këtë figurë kur shef ta bura të mëdhenj kur je sot një parlament mediocre, banal, ku nuk ka aty është i vetmi vot ku që në fakt duhet të jetë tempulli i fjalës dhe i mendimit, aty nuk ka as fjalë, as mendim. Pra, po tentohet të kthehet në një parlament e kam krahasuar njerëz si një mauzole ose si një seli të fantazmave aty, sepse aty vjen flet diella që nuk ekziston asgjë. Është një fantazma nuk kanë as mendim, fantazma nuk ka as fjalë, as mendon, as flet, as voton. Tani i paraqitet një deputet i Kuvendit të Shqipërisë proces verbali i fjalës së diellës. Deri këtu domethënë çmendurira të kësaj natyre. Tani si mund të votojë deputeti për fjalën e dikujt që seks nuk ka? Kemi çmenduri marrëzi tjera, presidenti i Republikës dekreton një fantazmë Kasperin. A mund të ndodhë kjo në një vend normal? Pra, kemi të i fshihen pas dekretit të Bayrambegut. Ku kushtetuta e specifikon kriteret kush do të jetë ministër. Më kupton, tani Edi Rama mund të shmendet dhe mund të sjellë nesër një qen aty në parlament, thotë ky është ministri im i propagandës. Dhe Niko Peleshi të zbar fjalët e qenit dhe thotë tani mos të nuk do të merre ose mund të sjell breshkat e veta. 2 ministrat e reja mund të breshkat që mban para i sjell aty në parlament dhe ja çon Bayramit për dekretim, mos të duket çudi që edhe kjo të ndodhë ditë. Në këtë po ka ndodhur në Romën e Lashme me Kaligulën. Po këtu jemi ne. Ka sjell Kalin senator. Po. Pra erdhi ka edhe kështu do sjell ky solli diellën, pra e bëri testin, e kaloi testin te Bayrami, me atë parlament kur ka futur lloj-lloj që njerëz që të cilët mua më duken si kartona, nuk janë as njerëz, as mendojnë, as flasin, ata presin. Po shikoj atë ditë këtë seancën e fundit kur pati këto disa replika, sepse përpiqet që parlamenti të bëjë një teatr banal, ku banaliteti të shkëlqejë dhe aty mbretërone, po. Se si se aty ndjen vetë superior, se tani të zihesh për fytje me një derë në bal, do bësh aty bal dhe fiton deri gjithmonë, e dini këtë. Dhe shihen se si komandonte kjo, se si i keq përdorte vajzat Belinda Balluku. I komandonte me mesazhe, i shikonte kështu, ja bënte çoti.
Pra flisje nga opozita fillon ato. E kupton? Pra donin që ta banalizohet dhe unë ndjeva, ndoshta tentova që të merrja fjalën, për pa që të bie pire një banaliteti ku cilin sigurisht ti deli humor se tani të merresh me ti flet për pensionet, flet për të rinjt, edhe aty fillojnë pas terma jo, po ti i thosh atij deputetit ti e bukurosh, tani çfarë të debatosh. Unë më ka bërë thoshte Belinda e bukur tani debat parlamentesh. Ore njerëz s'ka bukë ta sot. Ore kush flet për këta që kanë ngelur pa shtëpi. Ju e dini kam qenë antar i Shqipit Bashkiak, ne jam terrorizuar nga prandaj bëra të skenën me Elin atëherë. Me prangat. Na sollën për miratim, pra shembull që kam kaluar konkretisht. Ndihmë sociale për familjet me 4 antar, 10.000 lekë vjetra në muaj, 4 veta 10.000 lekë vjetra në muaj. Dhe ndërkohë, në po të njëjtën ditë, na sollën vendimi për të miratuar 20.000 euro në ditë për ushqim për kafshë në kopshte zoologjike. Sa? 20.000 euro. 20.000 euro të kafshët? Po, se kafshët nuk flasin. Po fjedin sa ushqim i hedh Luani. E para kafsha nuk flet, e dyta ti ke prioritet, po jo tha se Luani tha argumenti Luani tha do mish special. Ora ne s'kemi mish për njerëzit, ti s'ke mish për njerëzit. Pra 10.000 lekë vjetra të miratonin ne, ta kupton tani ku ka arritur. Është merr valla, kjo është merr, kjo është skam. Dhe e kanë ngritur atë e kanë ngritur me forcë çajin të bë. Prandaj ja dha letra në fyt aty Erovelis, i vajte vura pranë ato janë Terezi, apo. Sepse ti në vend të miratosh 20.000 euro fjalë verë për familjen vendime ekonomike apo jo, ti thot 20.000 euro sepse Luani thot do një mish special që ne marrim nga jashtë dhe kushton mishi i Luanit. Edhe këto çarët e majmunit, e kupton. Kur njerëzit s'kan bukë ta. Kur njerëzit umblin ndjenjat para bashkisë së Tiranës apo jo, e njëjta të shohësh sa njerëz ka aty që nuk i filmon askush para kuvendit. Çfarë kemë takova një zoj sot, tha kam ngelur pas se të vjen zor se duket sikur i keq përdor që ta publikoj si raste. Duket sikur dua të fitojë nga politika, po unë diem kuptimin i turpuruar, sinqerisht e them, edhe kur shkon në parlament dhe shef njerëz, apo thonë që presin dyert me shpresën që të kapim dikë që dikush takova një student, tha të lutem, tha mos më keq përdor, çfarë kishte kërkuar dhom konvikti. E kishte rrahur policia me krahët e nxjera. E ka mesazhet kur të mbaroj emisionin, po deshet të tregoj. Nuk dua ta promotoj, jo, absolutisht. Dase e dëmojnë vajzën publikisht. Nuk dua edhe me të drejtë se ka këtë merakun sikur i keq përdor dhe kam frikë. Tani mund të rrihet një vajzë e re pse kërkon konvikt. Apo jo. Pra një vajzë e cila ka dëshirë të studiojë dhe që shteti nuk i garanton as dhomën e konviktit. Dhe tani ne flasim aty për diellën edhe për banalitete, kupton. Ja këtë vend jemi tani. Prandaj është domosdoshme që njerëzit të ndërgjegjësohen. Mos prit çfarë do thotë Tedi Blush, dil protesto për bukën e gojës tani. Si do të them si sklever gjithkohë. Se kanë konceptin, çka. Është një film unë e kam përmendur shumë herë këtu. Me një polak, një rus, një ukrainës që shkojnë në gulag, duan të shkputen nga gulaget. Edhe shkojnë në kufi me kinën. Po ajo ishte saga si saga e Forsythëve, i ftohti, Ariu, pumat, tigrat siberian që diçnin natën. Në momentin që shkojnë kufi vlla, futet ky polaku i merr gjithë, rrinte vetëm një rus, që kishte 3 tatuazhe, Stalinin, Leninin dhe Marksin. I thot, hajde do të kemi kaluar kin. Jo tha, unë nuk vi atje. Po hajde tha se do fitosh lirin. Po pikërisht kjo është çështja tha, unë nuk e di se si të jetoj me lirin. Tragjike. Domethënë do që gjithë Siberin vlla për të shkuar për liri dhe ku përballë me lirin e refuzoi sepse nuk di të jetojnë liri. Është tronditsa në fakt. Mos është ky vlla i njëjti skenar. Unë nuk refuzoj të pranoj që jemi një popull i cili dorëzohemi kaq shpejt, edhe nuk dua ta besoj dhe nuk e besoj në fakt që jemi popull që dorëzohemi, por në fakt është thirrje për ndëgjegjen e çdo shqiptari. Gabon, por ka gabu Tedi, nuk duhet më në parlament Tedi. Madje unë nga ata që gaboj unë largoj vetë se nuk se njeriu duhet të ketë disa integriteti, po. Unë edhe kur bëja protestat e bashkia, kuptimin asaj, e thoya kolegëve të mi opozitar se kishin nga ata që më vonë mësova që ishin tradhtar brenda nesë, kishin ardhur për një rroge, për të kapur një shtëpi, po muhabete. Unë jam deputet pa shtëpi sot, kam për krenari këtë gjë se të paktën çdo të natë jam krenar që ora ke çati thuash fëmijës tonë. Jo, fiks, që s'dua t'i le fëmijës vajzës time, ta kesh mirë. Vajzë falenderit, që ka fyer automatike babaja i dut. Tash se çështja është këpo vjedh Edi Rama. Po vjedhin popull i cili nuk se ka sofrën plot. Ti
ti po vjet thërime në kryes të varë. Tash ja ka më makabritet se kjo. Pra, një parlament ku deputetët mburën e krenohen kush ka më shumë shtëpi, kush ka më shumë vila, si ja fshen i LDKPI se si jam krenar që e them, që kam punuar gjithë jetën me ndershmëri, që sot jam pa shtëpi, se s'kam pasur mundësi të blej shtëpi, edhe që nuk besoj që shumica nga neve. Më kupton, po jam të paktën jam krenar dhe çdo shqiptar sot duhet të vlerësoj krenarinë e vet dhe të mos në përkëmbet nga askush. Dhe sidomos kush ndihet i tradhtuar për atë që i ka dhënë votën, të reagojë, të kërkojë llogari, ka ardhur koha të kërkojë llogari. Se këtë nisa të tregoj unë vetëm kur protestonin, pse na e talleshim me ne, si ka qenë 10 veta, 20 veta aty para bashkisë. Unë shkoja për ditë për plasën me policinë sepse unë e besoj atë gjë. Dhe i thoja, unë edhe aty protestuesi që vjen fjalë nga kombinati, paguan 300 lekë, 400 lekë urbanin. Ai 400 lekë është borxhi. Është borxhi i testit, sepse ai po vjen. Po vjen e para sepse na beson, e dyta sepse unë s'mund të tradhtoj dikë që i cili dhe atë apo 400 lekë vjetra mund të pi një kafe, mund të nuk e di. E çon vajzës vetë. Ai e çon, pra vjen aty të na mbështes na. Dhe sigurisht që jam ndjerë i zhgënjur ku shumë ata miqtë e kolegët e ish të dikush, të cilët nuk se ja takoj sot politikisht, por pse ike nga opozita dhe zgjodhe që për një rrogë në shtet, po ti ke braktisur shpresën edhe ke nëpërkëmbur dinjitetin e mira familjeve, që të cilët e kanë dhënë votë duke të besuar që ti do sjellësh një ndryshim. Dhe ndryshimi sillet duke qenë i vërtet me njerëzit. Jo duke bërë filozofie, duke jo ti thuash e bardhë, zeza e zez. Dhe për fat të keq kemi përballë një shumicë e cila qartësisht është krenare që është e zez, dhe është krenare që sa mëzia u bën jetën shqiptarëve, apo jo? Aq më mirë, aq më e lumtur ndihet. Jo më kot pyeta e ka manuale apo jo. Po të shikosh, është e njëjta gjë që bëri Enver Hoxha. Nga 45-a deri në 63-shin, kur hyri me dhunë edhe në Mirdit, anë 61-shin, 63-shin, që aneksoi dhe krahinën e Mirditës, që ishin rezistentët e vetëm ndaj komunizmit, krijoi këtë lloj gjëje që jemi më mirë se 38-a, pra deri në 63-shin merrte kuptim jemi më mirë se 38-a. Rritëm analfabetizmin, bonifikuam kënetat. Pastaj filloi kërbaçen, 61-shin, pasi plotësoi 12 vjet, 13 vjet, s'e ka ky. Grupet armiqësore. Edhe ky në mandatin e tretë, në fundin e mandatit të tretë, vetëm filloi me grupet armiqësore. Kush është armiku Ilir Meta, kush është Sali Berisha? Megjithatë i vetmi element që mund t'i shoh përbashkues është tek propaganda, sepse nëse atëherë kishte vetëm sot shumica e televizionit në fakt janë kthyer në TV-shën e Kosovës së Roxhës. Po. Edhe ky është fakt sepse Zëri popullit. Duke elmuar shqiptarët ditë për ditë, ndoshta ka dhënë ata që fillojnë të besojnë në reprisë, ndoshta jemi dhe mund të ishim dhe më keq. Po tani çfarë mund t'i them unë sot një familje që larg qoftë ka një të afër me sëmundje kancerogjene dhe që i kërkohet para për të mbijetuar. Kemi arritur në makabritet. Sot të shkosh në spitalin onkologjik, nuk gjen ilaçe për një sëmundje e cila për fat të keq ka rezultuar një sëmundje e pashërueshme. Dhe për ata dhe vdekjen, apo kërkojnë një vend taks vdekje, siç i vinte Bashkia e Tiranës, pra aty për të vdekur dhe mos kesh një vend ku të varrosesh, duhet të paguash para. Pra ne kemi arritur, nuk di çfarë epitetin pejorativ ti ve, po të kërkosh para dhe për varrin, domethënë imagjino tani në çfarë regjimi jetojmë. Doli lajmi atëherë që edhe me varrezat e fëmijëve, me foshnjët, merrnin vendet dhe hidhen nëpër plera valla. Ka çështje penale. Guren dru. Ka çështje penale. Ajo është fiks për të çuar nga vendi. Ka çështje penale. Domethënë kanë çështje të cilat janë kallëzuar prokuroria, dini që kush u dënua për atë punë. Asnjë më çë. Po që shisnin në Do të 5D drejtoresha është duke bë set fotomodele. Çfarë ndodhi një në fushat se këtu është janë këta tregtarët e fshatrave rreth Tiranës që shisin këto perimet e kështu. Po. Edhe këtu te Don Bosco takime këto ishte një burrë më ka ardhur ke 70 vjet duke qaf. Po të lutem thash. Po çka ke po tha kisha si ata kishte se shkëti Majdanose qep. Edhe ca portokaj. Tha mirë që mi morën, tha po të lutem, tha i futën te zyra e PS-s, tha po han portokajt e mi.
Gjobaxhin kështu, Haraç Mbleci ai ka Perandorit. me fitu 2000 lekë, 3000 lekë ditë, atë 2000 lekë ti e ha me kënaqësi. Në shesh Taksim, ke qenë edhe ti dhe unë në Turqi, me familjet. Në shesh Taksim unë kam pyetur kot, se duke parë Tiranën, veja merre në nga ato flokët e sheqerit ose gështenja, pagun në taks, të vjen në njëri të rëmben, a pagun për këtë vendin, paguaj një shumë simbolike vjeçare, me lira kështu që neve harxojmë kafe ato. Dhe ti kishe të drejtën kudo në sheshin Taksim, ku ta kishe piketuar ty Bashkia e Istanbulit, që ti të shkoje dhe nuk paguaje taksa, sepse ti je shitës ambulant. Turqia vlla. Që ne e quajmë diktatoriale. Turqia atje në rastin tim të prishjes pronave, në pretencë është përdorur rasti i Strasburgut të një shtetasit turk i cili e kishte shtëpinë pa legalizuar, ja kishte prish shteti 100% ribursim. E kishte pagu shteti i Erdoganit, 100% i kishte bler shtëpinë e re pasi ja kishte prishur diku tjetër, sepse e drejta pronës lidhet ngushtësisht me drejtën e jetës. Ky vetëm këtë kishte pas shpirtit. E kuptoni çfarë shtete janë ato? Ndërsa këtu 10.000 lekë 10.000 lekë njeriu, 20.000 euro luani. Dhe se më kujtohet të punë shëme ka 20 veçantë në buxhetin e Bashkisë Tiranës për të paguar të gjitha ato shtëpi që ka shëmbur në mënyrë të paligjshme, të cilat janë shëmbur në shkelje me ekspertiza të manipuluara. I ka rrezuar gjykata të gjitha. Pra këto të kombinatë të gjithë shtëpia shumë. Si do ta bëjmë këto? Ky ka ngri Strasburgun olla. Po tani më fal, a ka më logjik tani? Prandaj i ftoj njerëzit të reagoni për drejtat tuaja. Mos prisni politikat ju dhe heq. Mos prisni sigurisht që politika do bëjë detyrën e saj, por në radhë parë reagoni se është kriminale, pra ti shëmbësh dikujt shtëpinë, gjykata të jap të drejtë që të kanë prish shtëpi pa leje dhe ti prapë nuk merr zgjidhje. A mund të më thoni ku janë këta, ku si jetojnë këta njerëz? Se këtu dua t'i pyes realisht. Por si mund të pranoni dhe si të mos reagoni fuqimisht në një regjimi i cili mirë që ju vjedh. Apo këta vjedhje kanë vjedhur çokokrimin te shtëpia e Foshkës. Është të mërsh vëlla. Margarina vëlla. Të vjedhësh jetimit, të vjedhësh çokokremin, të vjedhësh domatet jetimit. A ka më në Kur'an dhe në Bibël thuhet një shprehje, po ndihmove një jetim, ke ndihmuar tërë njerëzimin vëlla. Një jetim tani më. Se mua mbushen si të më lot për jetim vëlla. Vedi. Domethënë kur kam parë lajmin për margarinën, vidhin tenderin e margarinës vëlla. Po zogjet te kopshtet. E di. Se është fëmia vllai tim aty, fëmia shoku tim vëlla. Se jemi gjithë pasur neve, nuk kemi miliardera aty çojmë në kopsht anglez. E besoj, edhe unë çerdhe privat, kështu çerdhe shtetërore. Tash me marraf mua ajo edukatorja fëmijën, po shkon vetë gjyqësie mbase unë dhe ti jo vëlla, po një tjetër bën si shkambi. Vërtet. Ja jep radagës, lëshon plumbat bashkë me kafazin, merr armën, vret gjyqtarin, po me atë gjyqtarin ka vrarë drejtësinë, ka vrarë shtetin, ka vrarë mua, ka vrarë ty, ka vrarë dhe fëmijët. Dhe mirë që u vodhën margarinë jetive, po tani i fshehin këto lajmet, kanë miratuar me leje Edi Rama sigurisht, se i plot fuqishëm kryetari të shtushëm dhe shtëpinë jetive. Do ndërtoj kull. Te shtëpia te Zyber Allulli? Po, do ndërtohet kull. Tani e kupton. E kupton ku jetojmë tani. O vëlla, kur mund të bëjmë një grevë, se ti je deputet, ne kemi fatin që kemi miq deputet tani. Kur mund të bëjmë një grevë vëlla, ti futemi se ti vetëm me greva i bëj vëlla. Unë mendoj që çdo formë për të shëmbur jone më parë këtë regjim, se s'është qeveria. Qeveria është fjalë e madhe. Kjo se qeveria është fjalë kushtetuese vëlla, nuk. Ky edhe regjim në fakt edhe regjimet më të kanë ka një farë serioziteti. Edhe jo më koti jam referuar me që trajtuam çështën e zotit Meta, arrestimit të Navalnit. Shikoni arrestimin, e kanë gjithë media ndërkombëtare, pra Vladimir Putin që dihet kush është, s'ka nevojë për shumë shpjegim, apo jo? E ndalun në aeroport, i treguan një flet arresti, i than tako familjen, e ka putur bashkëshorten, tha ke të drejtë dhe të japësh pronësi për media. Rusia Vladimir Putinit, dhe pastaj ai doli i vdekur nga burgu. Sepse ndjej fundi që çaj prist. Edhe këtu ka dyshime vëlla. Kujt intereson ti vdekur? Por formalisht një diktaturë, një regjim se ai Putinit apo jo, do duke tregoj seriozitetin e një shteti që dihet se çfarë është brenda. Këta janë dhe banal në çdo gjë. E tregoj vetë zoti Meta, a mund të shpohet bidoni i ujit një të para burgosur me kaçavit? A ka
Ju e dini skandalin më i madh se këta armiq edhe të dijes i dërguan disa libra zotit Meta. U ndaluan librat në burg, nuk lejohet. E kupton? Ç'e kishit futur te 2 libra. Ç'e kishit futur te librat? Ç'e kishit futur pllakën e arit. Ata ndaluan edhe librat dhe i futën më vonë sepse keni sjell shumë libra. A e kupton ç'a do bëj burgosur atë? Po tani jam në fund. A mund të ndalohet libri? Se dakord. Ujë në bidon e ujit e çan me kaçavit sepse je me logjikën e vitit 2025 nuk duhet ndalohet vëlla, po më beso me një logjik transcendente ndalohet sepse libri është armiku i kësaj qeverie. Po ata prandaj kanë shkatruar arsimin vëlla. Jo vetëm, po jo rastisht, edhe unë besoj këtë teori, nuk jo rastisht kanë shkatruar arsimin, i urren pedagogët. I kanë deformuar vëlla, ata që kanë ngelur i kanë deformuar, ata janë pedagogë. I kanë kthyer auditorët në strofë patronazhiste këto. Tani më thua më ke një jetë që investon për diell, ke një jetë që merr përsipër një mision të edukosh brezat dhe ti vetëm mos kesh mundësi ti jetosh. Tani si mund të edukosh ti dikë kur ti vetë vëlla më kanë djeg doktoraturën, e di me çfarë kriterie, nuk plotson pikën 2, nuk je pjesëtar prej 2 vitesh i një NGO-e, praktikisht duhet të jesh i shoqërisë hapur, se NGO-t janë Sorosit, dhe praktikisht më është të paguaj 2 muaj, 2 vjet siguracione, edhe të fusim neve. Marzi. Vlla, e kuptoni që nesër pas nesër ta patronazhizet kur të dilja unë kundër Ramës, ndoshta e smërti se ti ke punuar te Sorosi për vete. Jo, prandaj u vlerësova dhe nuk janë elogje, unë jam kam të mirë që i them gjërat, unë i vlerësoj shumë për gjithë kontributin tuaj të jashtëzakonshëm, sepse nuk kemi në kushte normale. Sepse do ishim në një situatë, në një vend në Norvegji, ndoshta ju mund të ishit një si shumë të tjerë, po një si pak të tjerë. Edhe prandaj vlerësoj e para dijen tuaj që është për tu admiruar, dhe mbi të gjitha faktin që jeni njeri që i thoni gjëra troshme, kur duke marrë jam i bindur shumë pasoja kostot jashtëzakonshme personale, besoj dhe familjare, se është një regjim i cili sot godet në pikën më të dobët. Më kupto. Ku e ndjell që ai ti e ke dëmshurinë më të madhe, ai të godet pikën. Më kuptoj vllajën që në momentin që kam parë Ilir Metën të trigjet zvar, nga momenti në moment u pres një ditë bukur, prandaj e mbyllë me Chelsea. Ta them sinqerisht, jo se kam paranoja, se mos kam bërë krime që të kem paranoja, po e mbyll me Chelsea që mos lënë i sken këtu, se pres nga momenti në moment më shqyejnë derën vëlla dhe më fusin burg. E besoj. Po unë kam bërë një thirrje publike Ramës se të gjithë patronazhistat vetë, po krijoni Mandelën e Shqipërisë. Nëse futet një djalë si puna ime në burg, juve po krijoni Mandelën, po krijoni Frankensteinin që do i vrasë. Se unë s'do rri gojë mbyllur vëlla. Në fakt siç nuk rri. Nuk i futem familje, nuk i futem kokain nuk më intereson fare vëlla, ç'a bën me hundën e vet, me aparatin respirator, po e piu vetë shkatron trurin e vet. Mua më intereson jeta ime, po përkeqësohet ato 3. Po bëj 3 punë edhe mezi sa mbyll muajin. Është e tmerrshme. Unë këtu e mas, domethënë letër lakmusi im ky është. Punon 3 punë, në Amerikë do kisha bëj 6 pija me 3 punë. Këtu bën 3 punë, ja akoma me borxha. Duhet të jetosh 150-160 vjeç që ta kesh atë. Po kjo është arsye pse shumica e njerëzve që jetojnë ndershmërisht janë pa shtëpi sot. Janë pa shtëpi se s'ke mundësi ta blesh. Me çfarë do të blesh? Me se do jetosh. Janë bankat e nivelit të nivelit 3. Këto janë sude vëlla. Merr 300.000 lekë, merr 30 milion lekë. Ktu është i gjithë shteti sude. Këtu është i gjithë shteti, nuk është vetëm sistemi i tillë, pra një sistem ku ti investon me dijen tënde dhe ku ti çka ke kuptim, ti vjet shteti nga mëngjesintar. Pra ti duket sikur punon sot pedagog para dite dhe mund të ndihesh ndoshta një satisfaksion, por kur shkon në darkë, Edi Rama ta ka futur jo dorën në xhep, po dorën ta ka vjet gjithë frigoriferin nga shtëpia, ta ka marrë siç e ke frigoriferin, e ka çuar te shtëpia vet. Tani ne nuk jetojmë në Shqipëri që këtu i lumtur të jetojë vetëm djali i kryeministrit. Këtu të lumtur duhet të jetojnë të gjithë fëmijët e shqiptarëve, duhet të jetojnë të gjithë shqiptarët. Po të kesh një kryeministër që pi një shishe verë sa 14 vite pension minimal, po kjo është tragjedi. Babai im dhe mamaja ime jetojnë edhe në Korçë, kanë qenë drejtuesa të nderuar në gjithë jetën e vet, dhe babai im tani 77 vjeç ble ilaçe dhe jam i bindur si ai shumë tjerë. Shkon në rresje të Maqedonisë, pra bëhen disa shok pensionist bashk,
sepse aty ilaçet që ai përdor janë më tha kujtash po si mund të shkosh në Maqedoni të blesh ilaçe, apo mos e ke dhe merak prindë e kupton. Do ta mbledhemi 5 shok pensionista marrim. Dhe ilaçi që merr babai për shembull ta them konkretisht, nëse me lek shqiptare aty është 25000 lekë, tu është 100000 lekë tani tha unë s'kam lekë. Kjo dhe sigurisht sa cilësor, imagjinoni pensionistët e tjerë tani çfarë si mund të mbietosh në një vend që ti ke frikë të ndezës tani me çfarë vjen si ledimin të ndezësh kalorifere se s'ke mundësi të paguash dritën. Ne kemi rritur çmimin e ujit 40% në Tiranë. Dhe ti nuk e ujë të pishëm. Nuk kam ujë për dolare, për të pishëm s'ka shanse. Asu dhe shumica s'ke ujë as ujë për dolare. Jam larë me sa plaka valla. Më talli babai ime bën herë dhe ti birë në kohën time. Po s'ke çfarë do bësh dorish. E kjo është. Pra shteti për fat të keq ka marrë sot higjienën personale të Tiranës. Po pyetja e fundit vllaz e di që është shumë i ngarkuar e super i lodhur. Të falenderoj shumë që jete kolla. Pyetja e fundit çfarë duhet bëj, po nuk duhet të flasësh me emra, se unë e di që nesër pas nesër të duhet që të organizohesh po prapë me ata emra, që unë mbase nuk kam respekt, po ti i dënuar të punosh, dhe dua filozofi vëlla, nuk dua emra. Këtu unë godas loja një lojtarin. Çfarë duhet bëj opozita e gjitha që të organizohet dhe të rifitoj simpatinë e humbur ndër vite tek qytetari? Për fat të keq, ndoshta jemi një hap pas popullit. Një hap pas popullit. Për fat të keq. Të jemi një para ti, dhe të jemi të vërtet, të jemi të sinqert. Unë nuk mendoj që sot të jesh në opozitë është fatkeqësi, për kundër është mision. Unë jam krenar që jam opozitar dhe çdo opozitar në fakt duhet të jetë krenar, por në radhë parë duhet të udhëhiqet vetëm nga e vërteta dhe interesi publik. Nëse ke hyrë në politikë që të bëhesh biznesmen, shko vazhdo rrugën e biznesit. Nëse ke hyrë në politikë që të mos dëgjosh hallet e shqiptarëve, por të shohësh xhepin tënd, vazhdo biznesin vëlla, lere këtë punë. Shoh që populli sot pret aksion të vërtet opozitar. Opozita ndoshta sigurisht është në një agresion të pashëmbullt, nuk ka ndodhur në këto kushtet që sepse kemi të dy liderë të opozitës pothuajse në procese gjyqësore, njëri prej cilëve zoti Meta është në burgim, por duhet të jemi të vërtet. Duhet të jemi të vërtet. Dhe kjo është i vetmi kriter. Nëse nuk je i vërtet, atëherë ose nëse je i marr peng, duhet të kujtoj rastin e Alija Izetbegoviçit kur e morën peng fosat serbe. Dhe i tha tani jepi unë generalit në telefon, i thuj braktise luftën edhe po thaj, ma jep. E kam për ata opozitarë që mund të jenë peng, për i tha, alo, është transmetuar, gjithë mund të shohin në YouTube, tha, alo, tha, e ju Gani, tha, presidenti, po tha president, tha, unë tha, jam i marrë peng, tha, ju, tha, vazhdoni luftën. Mbani pozicionet. Fare, ku shef interesin vetë, larg qoftë, bje peng, një afere, më mirë largo, sjell për opozit, po dhe ti ishtë në opozit, dhe të kesh interesa nga pas, kjo nuk është normale, herët avon emi vendi vogël këtu. Dalin të gjitha aty. Këtu gjithë secili e di se çfarë bën tjetri dhe nuk ka nevojë për shumë koment, por kryesorja është që duhet jemi ne ja para popullit, sepse dhe t'i prim gjithë asaj revolte e cila zjen, por e cila ka nevojë për një kanalizim ashtu siç duhet, duke dhënë të jemi ne të parët që t'japim simbolin e sakrificës, simbolin e përballjes. Nëse unë jam në kot, unë nuk dilja për show në Bashkinë e Tiranës. Kur përplasoj e besoj dhe kam bërë shumë mirë, jo më kot shkova i vura prangat Erion Velis, apo jo, sepse ne duhet jemi të parët. Simbolike, po. Ne duhet jemi të parët që duhet të përballemi me këtë regjim. Unë nuk mund të pres një familje cila është që nuk ka mundësi as të flas, as të jap intervista, apo jo, as të flas në parlament, apo jo. Ne duhet jemi të parë në sakrifica, të parë në përballje. Nëse Tedi Blushi bën sot asnjë sakrificë dhe plet që shpendi të përplaset me policinë e Tiranës, atëherë Tedi t'i mbyll çepelin zyrës vetë të shoh jetën e vet personale. Nuk na duhet më opozitë zyrash, opozitë, unë respektoj atë studion tuaj, pa ne kam vënë kollare, por ka ardhur koha të heqim kollaret, të
përveç i mëngët, të veshim çizmet, edhe para o bura pasë nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk ka zgjidhje tjetër, herët avon është një keqe e cila nëse tolerohet, do të rokas në derën e gjithë secilit. Mënyra se si e ka riorganizuar politikën shqiptare Rama është që partitë tradicionale, partitë opozitare, të cilat duhet të mblidhen të krijojnë një statut për bashkët, po brenda këtyre statutit ka përplasje interesesh, të gjithë tani gjithmonë jemi të humbur. Mendon miku im që ka ardhur momenti për të krijuar një pol që i përket kohës. Për mendimin tim, unë kam thënë publikisht, Partisë Demokratike ka humbur sensi, ka humbur busulla. Partia antikomuniste iku komunizmin letra. Vazhdon akoma, po iku në letra. Unë nuk e ndaj këtë vlerësim me ju se përket Partisë Demokratike, është forca kryesore opozitare dhe udhëheqëse e koalicionit ton opozitar. Sigurisht që ne si opozit, jo më kohë tash kemi shumë defekte, jemi ja pas për fat të keq atë çfarë kërkon populli nga ne, por të jeni të bindur që jemi në rrugën e dur, edhe pse është e domosdoshme që të jemi më produktiv. Duhet të jemi më produktiv. Unë jo më kot kam refuzuar edhe të bëhem pjesë e këtyre diskutime banale në parlament, kur shoh që një replikë ime me një ministër apo me Edi Ramën nuk i çon bukë në shtëpi kërkujt. Nëse nuk flas për jetimët, nëse nuk flas për të papunët, për fermerët, për bujshit, atëherë çfarë deputeti jemi? Çfarë deputetësh jemi ne? Deputet viral. Nëse kemi shkuar për të bërë gallant parlament, apo jo, apo për të shkuar për të bërë show parlament, apo jo, nuk më duket normale. Unë refuzoj atë lloj proteste të shkosh tani në parlament e kam dhe kolegë me kastravecë në dorë tani. Unë sigurisht mund të jenë video të cilat shesin shumë, na mbushin neve me kontent, neve mediatikët. Kjo nuk është opozita që ka nevojë vondi. Diçka prizja unë të ditën e parë parlamentit të hapti çadrën aty. Atë çadrën që u tradhtu në 17 maj të 2017-s, mos gabofsha. Nga Lul Basha, pengu më i madh, ministri i opozitës. Unë mendova që do kishte ca burra aty që do hapnin çadrën, do thoshte ne nuk ikim që këtu, nuk duam as vetëm ujë, që është e lejueshme, që mos vdesësh pakën. Ka ardhur koha e theksova, opozita do të bëj sakrifica për sa kohë ka marrë përsipër detyrë, pra do të jesh deputeti i opozitës apo jo? Do që të marrësh rrogën më shumë se të tjerët. E kuptoj që më vjen zor, edhe do më vizore rroga ime parë kështu kur përball një popull i cili të vjen turp të marrësh. Se rritën rrogën para se të bëhesh atje. Më vjen turp. Më vjen turp sepse tani sot të jesh deputet i një populli të varfër nuk është gjë. Unë nuk mendoj aty që kur të vi fundi muajit sa do, unë mendoj të vjen zor që nga kopshtinë kur i shikon kushtet të cilat jetojnë. Ju e dini, unë kam shtëpinë afër qendrës, shtëpi ku jetoj me qera, afër qendrës së Tiranës. Komshiu im ka të parë mbledh kanaçe. Natë për natë. Edhe unë sa në shtëpi shoh atë qeskën e madhe me kanaçe, e kupton. Të vjen zor. Tani si mund të jesh në opozit, deputet opozitar dhe të shkosh parlament dhe kush e bëri batutën, kush çoi kastravecin, kush çoi luftë. Ti jeton si unë, kurse ata jetojnë në për vila. Luftë duhet bërë luftë demokratike, sigurisht, unë s'po them të marrim armët edhe të realizojmë trazira, por duhet luftë e vërtet dhe për të krijuar besim dhe tek ajo pjesë e elektoratit e cila cilësohet si gri. Sepse ajo në fakt quhet gri, sepse ndoshta sheh që në disa aksione ose disa opozitarë të caktuar, cilët më vonë që ka treguar koha mezi kanë pritur të shkojnë tek Edi Rama, nuk shohin shpresat ti s'mund të jesh depozitar i pasur njëkohësisht. Kjo për mua është nonsens. Pra ti jesh në opozit, presupozon ti jesh i pasur është mirë, afër asaj shtesë. Jo nga politika. Unë nuk kam kundër gjithë atyre të cilët janë me biznese, me gjëra, do me dhënë ai kontribut politik, po. Atyre është meritë e jashtëzakonshme, siç kemi edhe ne kolegë të nderuar biznesmen opozit, por të cilët janë kundër mënyrës se si Edi Rama sot deton ekonominë e vendit. Ata meritojnë gjithë respektin, por tani të vish në opozit. Si Elisa Spiropali, pra, ishte në opozit me atë
këmishën e vija, që gëzone kur hante peshk, në rast se dhe sot është me 6.000 euro ripin. Po them, është njësoj si nesër ju të shikoni Teddy Blushin e pasur. Në momentin që do më shikoni të pasur, dije që kam dije vjedhur. që unë jam kapur, jam vjedhur, kam vjedhur dhe ky është kriteri. Si kundër kemi sot, unë mbaj mend rastin e të ndjerit Robert Kotmilo, ish kryetari i bashkisë së Korçës, një figurë elitare korçare e nderuar, është vendimi i origjinës, i cili vdiq në gjendje. Po. Kjo nuk është as merit e tij, se kuptimin por tregon që një njeri i cili ka jetuar me dinjitet si gjithë shqiptarët e tjerë. Dhe jo më kot, nëse ju duhet ta përsëritet gjë, shikoni Teddy Blushin në opozitë që pasurohet, atëherë dijeni që unë nuk jam në rregull dhe në atë moment unë do shkoj vetë në trokas. Hajde më kapni, por në fakt ky duhet të jetë filozofia e të gjithëve dhe për fat të keq duhet të theksuar kjo që ka ardhur koha të bëjmë shumë sakrifica për këtë popull. Për sa kohë kemi marrë përsipër të drejtojmë atë, nëse sot drejtuesit e opozitës nuk bëjnë sakrifica, unë në mënyrë absolute vlerësoj sakrificën e jashtëzakonshme që Ilir Meta po bën për opozitën, përtej raportit tim personal por dhe politik. Sigurisht atë, por është një sakrificë e cila po bëhet në emër të lirisë së të gjithë shqiptarëve. Edhe s'po e bën njëri, nuk po e bën njëri mediatik. Në emër të lirisë së të gjithë shqiptarëve, sepse kjo nuk është betejë thjesht vetëm për Ilir Meta, kjo është betejë për të gjithë ata shqiptarë të cilët sot ti mund të vjedhësh miliona euro dhe të jetosh si mbret dhe të i pashqetësuar, dhe nëse ti merre me ton çatina, nuk e di, futesh në burg. Një njeri që më ka shkruar pasi mora avokat kujtim Cagren që bëm raport atë një bisedë mbi çështjen e zotit Meta, më thot ky është hajdut e gjitha me Ramën. E them okay, e prezumojmë që është hajdut. Sa herë ka bërë marrëveshje me Edi Ramën? Ishte pyetje përgjigje. 2 herë ta 3 herë. Ti mendon se nuk do ishte treta ose katërta kjo, po të ishte personale tjetër. Edi Rama e ka pranuar Ilir Metën 2 herë në marrëveshje. Nuk do ta refuzonte një tret, po të ishte çështje marrëveshje personale, më lër të lirë të lë pushtetit tiki. Fakti që ka refuzuar një marrëveshje tret, pse nuk e mendon kështu pra? Në fakt, sepse detyra e medias kjo është vëlla, të ngrej pyetje hipotetike kur qeveria i mëshon një qasje, unë duhet t'i mëshoj një qasje tjetër që ta balancoj. Po për gjithë ata që kanë këto dyshime për figurën e zotit Meta, cilën është një figurë cilën unë e respektoj maksimalisht, jo vetëm si bashkëpunëtor i afërt i tij në presidencë, por edhe tani, Ilir Meta sot do bëri një burg politik, edhe përballë një regjimi i cili ka të gjithë instrumentat të tregon të gjithë shqiptarëve se kush ishin ato vjet pretenduar të Ilir Metës. Ku janë? I ka mundësit, vetë ka prokurorin, vetë ka gjykatën, vetë ka ETOESin, vetë ka policin. Ku janë provat? Ku është një qindark pasuria? Unë e kam thënë, nëse do ketë një qindark të paligjshme, unë i pari largoj nga politika, sepse unë e besoj këtë që them. Që Ilir Meta në vlerësimin tim është një burg shteti i cili në radhë parë ka vëmendjen dhe është mbrojtës i interesit kombëtar. Unë nuk kam bashkëpunuar dhe nuk kam punuar me një patriot më të madh se ai. Sepse është vërtet patriot. Ju keni punuar në presidencë bashkë. Në presidencë dhe është vërtet patriot i cili në thelb të gjithë aktivitetit e tij politik ka interesi kombëtar. Akuzat ndaj tij kanë qenë sepse propaganda e fëlliqur e tillë është imagjinoni tani sikur në podcastin tuaj apo jo të targetonit një individ të caktuar dhe për ditë për një vit ai do ishte armiku i popullit. Armiku i popullit dhe të gjithë ndjekësit tuaj tani do besonin që nëse ju godisni Teddy Blushin për një vit. Gjithë do ta besonin. Do vjen një moment që edhe vetë thua prit ta shoh. Ky është manuali pra që përdor Rama. Gustav Le Bonit. Ja kam lexuar te ky libri këtu, Njerëzimi, Rutger Bregman, se po e lexoj. Duhet ta lexoj domosdoshmë. Gustav Le Boni kanë krijuar një teori të tipit turma, gjithmonë beson atë që ja hedh elita nga lart, pra në kohë krizash, në kohë gjërash, por ka ndodhur e kundërta. Domethënë në praktik kjo nuk vlen, sepse njerëzit mobilizohen. Vetëm në Shqipëri merr vërtetim teoria e Gustav Le Bonit. Sepse neve na hedh një kofsh pule. Ne jemi si ato piranja që ham njëra tjetër për ta kapur atë kockën.
Domethënë mjafton që të thonë që unë jam agent i UDB-s, ish nxirrte Hidayet Beqiri apo Ben Meçi apo XY kur mbroja Berishën apo Ramën në opinion publik, pagun KGB-ja, fillonin njerëz ta besonin vërtet valla. Derisa u detyrova të jetosha njerëzve, o të mjeran, po ti isha unë agent i UDB-s, ti s'do kishe mundësi të flisje. E keni vënë sa të çmendur ftohen në për studet televizive që japin opinione vetëm të çmendur. Është projë psiqike po. Vetëm të çmendur. Unë kot nuk e kam qenë spitali i madh psikiatrik në Shqipërinë. Media në përgjithësi është spitali i madh psikiatrik. Është fatkeqësi. Kanë marrë njerëz vëlla, do ta tregoj më vonë, pasi ta mbarojmë, kanë marrë njerëz nga rruga të veshur me kollare, ekspert siguria, ishte pensionist, se i ra i ftuari. Në televizion kombëtar vëlla. E di. Dhe njerëzit nuk e besojnë se thotë hajde se përderisa e ka marrë gashi, X-i, blushi, ka një filtr. E di se e kam parë se Dhe më vitezor vëlla, ulesha me ca tipa që i shikoja hapër që merrnin zarfe apo. Kam qeshme të madhe njëre i kam brim, person spada i ngacmën gazetarë se duke qenë vi nga gazetaria me një personazh nga këta groteskët. Pa. Ai ka pas punuar policë e burgjet. Tani ai fliste se si funksiononte dronet e Putinit në mbi Kiev. Ekspert thoshte sigurisë, edhe eksperti gjithë jetën i shketi policë burgjes, po nga që u morë me politikë disa kohë për fat keq që kena pas dhe ne fatin tonë, po zëta për model. Tani ish polici të burgjeve apo ishte ftuar televizion serios. E komentonte dhe marrëveshjen tani Trumpit me Putinin si çështje ndërkombëtare dhe pastaj bënte analizat se si dronet funksiononin dhe si ato godisnin qytetin. Asnjëherë nuk është vonë për të mësuar e për të ndryshuar Tedi. Po gjithmonë për të ndryshuar për mirë, jo për të përkeqësuar. Kështu e mbyllim vëlla, të falenderoj shumë. Besoj se ke eksperiencë të bukur podcastin e parë. Bukur edhe e jashtëzakonshme. Edhe thashë dy herë i lumtur, mbi të gjitha që u intervistova nga një profesor i nderuar si ju, i nderuar edhe pse në moshë të re, por vërtet të falenderoj vëlla. Një figurë e cila meriton respekt për kurajon edhe për mbi të gjitha për diell. Unë të falenderoj. Unë i vlerësoj dhe i dua shumë njerëzit e dijes edhe ju i. Apo ju vjen ndër të rrallë që vlerësoni dijen, vëlla, se të tjerët e kanë frikë. Unë e vlerësoj shumë etiketimin profesor, po sa herë që më thon profesori tam ofendoj profesorët e vërtet që kanë 35 vite studime që si njeh njëri vëlla. Unë jam lektor, pedagog i ri, inshallah bëjmë një ditë profesor, se profesori është si puna e politikanit. O e bën se je i zoti, ose bën dhe ik vëlla, merro me një biznes, bëj një komerç, një gjë, se profesori është të duan studentët. Po jeni një shembull që duhet. Jam në hapat e para vëlla dhe jam mirë, jam duke shkuar. Je në rrugën e dur sepse je frymëzim. Falenderoj shumë që merrte. Kjo është merita juaj që jeni shkuar në frymëzim. Uroj që vajza jote të jetë krenar për babën e vet në politikë vëlla. Edhe unë do bëj maksimumin që fëmijët e gjithë shqiptarëve të jenë krenar për prindërit e tyre që jetojnë dhe punojnë me dinjitet. Edhe mbi gjitha me patriotizëm. Të falenderoj vëlla. Falenderoj. Miq dhe armiq, juve që na ndiqni tani dhe na keni ndjekur, ai shikoni domethënë që çdo lloj njeriu ka të drejtën për të folur, të jepet të drejta për të folur dhe për të shprehur, dhe ju lutem largoni nga paragjykimet idioteske që janë krijuar në psikën tonë për njerëz të cilët mendojnë ndryshe nga juve. Ju dua shumë dhe mos harroni të shtypni atë subscribe-in dhe like-un, na ndihmoni sepse ndihma juaj është falas në fund ditës. Ju japim informacion po falas edhe neve. Natë mirë. Miq, ky është një komunikim cilin duhet ta kishim bërë shumë përpara, si unë si Bleda, po jemi Por, gashi vetëm an kafit. Eka, se kam shumë punë. marrë vetëm me këto krijimet digjitale, skenike, jo po digital marketing, e më thet tash. Tani, po ju dal vetë me zë dhe me figurë, për t'ju ofruar një paket shërbimesh. Në Trup Podcast janë të mirëpritur të gjithë njerëzit të cilën duan të promovojnë veten e tyre, idetë e tyre dhe shumë çka tjetër që ka të bëjë me ta dhe me trurin e çdo kujt. Jo më kot quhet Trup Podcast, sepse nuk marrim showbiz, nuk marrim pislliqe lart e poshtë, nuk trajtojmë tema të cilat trajtohen në mënyrë klishe në pothuajse çdo studio
televizive. Neve jemi të individi, sepse si që truri është vetëm një, edhe individi është një. Pra, çdo kush që dëshiron të promovoj veten e vet, ta reklamoj mendimin e tij, pikpamjen e tij mbi jetën, apo të bëjë një debat konstruktiv me mua në këtë podcast, mjafton që të na komunikoni në 69 80 55 554, ku do faturoheni për 1 orë. Faturimi është për 1 orë, por debati apo dialogu apo biseda mund të zgjasë edhe 2 orë. Juve paguani vetëm 1. Tjetër, ka biznes juve shikoni që është Red and Black Motors, Stormont Flow, Dino Auto, Stacioni Libraris, Eden Dekori, Stax Consulting. Këto janë bizneset cilët neve na kanë thirrur pasi kanë dëgjuar thirrjet tona për marketing. Një tjetër mund të jesh edhe ti që po e ndjek tani. Pse është marketingu jon cilësor? Ajo çfarë na diferencon neve është 1, autenticiteti, pra këtu bëhet marketing autentik, pra thënë troç, shkurt, qartë, pastër, shqip, bio dhe puro, dhe nga ana tjetër, marketingu jon është një marketing i cili mbetet gjatë në kohë. Pra në momentin që ti futesh në një prej episodeve të Tru Podcastit, ti do ngelesh aty dhe e ke rriçën e shikueshmërisë sa herë të hapet ajo video. Dhe mbesoni, nuk kemi vajtur kot afërsisht 1.300.000 shikime vetëm në YouTube. Ka mbi 700.000 shikime vetëm këtë muaj në Instagram, dhe TikToku po merr një rritje të tmerrshme, një rritje monstruoze. Gjithashtu, edhe rriçi jon në Facebook po rritet dita ditës. Pra, në qoftë se vini këtu tek neve, keni shpërndarje jo vetëm në YouTube, jo vetëm live, sepse bëjmë 3 rubrika live, jo vetëm në Instagram, por në çfarë do lloj rrjeti social të mundshëm. Shumë shpejt kemi për të ardhur me Spotify, i cili është hapur, dhe me Twitch-in. Është marketing autentik, nuk paguan për minutazh, por paguan për muaj. Mos harroni, këtu blihet cilësia. Shumë kush e mund të mendojë dhe të vetë ofrohet, o gaç, pse nuk më merr në podcast? Në radhë parë, këtu është i bord i cili ndan mendimet për të vendosur cili do merret e cili jo, sepse nuk mund ta bjeri dot podcastin në nivel, dhe e dyta, në qoftë se ti do të flasësh dhe ke lek për të paguar, por nuk ke kapacitet, neve refuzojmë parat. Paraja është mjet suplementar për të rritur podcastin. Nuk jemi KÇK, nuk jemi kapçat kapësh, dhe aq më tepër nuk jemi për gjëra falas, sepse siç e themi këtu në Tru Podcast, në rubrikën Double G me avokatin Goxhaj, e vetmja gjë që është falas është djathi në qarkun e miut. Pra, na kontaktoni në 069 80 55 554 ose info@trupodcast.media për të lënë rezervimin tuaj, për të reklamuar biznesin tuaj, apo për të promovuar veten në një bisedë të këndshme, qoftë për kujtim, qoftë për të rritur emrin e vetes, qoftë edhe për me u ngrit si imazh publik. Sepse ju dini, këtu kanë ardhur njerëz dhe janë bërë të njohur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe kanë dalë të super kënaqur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe nuk ka thënë njëri përpos që energjia në këtë podcast është super e mirë. Dhe kemi prova. Kemi shumë prova për këtë. Na zgjidhin neve, sepse në qoftë se botën nuk e do deluzive, po e do reale, Tru Podcast është vendi i realitetit, ku gjërat thuhen troç, puro, bio dhe me originalitet. Ju dua shumë dhe ju presim në Tru Podcast, unë dhe familja ime e Tru Podcastit. Tru Podcast kemi hapur një merchandise, një dyqan të vogël online, që është pjesë e Tru Podcastit. Quhet Tru Podcast Shop. Do ta shikoni me këtë logon e bukur që e ka punu Bleta, dhe kjo bluza që është e veshur nga unë, është e gjitha e pikturuar me dorë nga artistja jon Remina. Na kanë ardhur disa porosi nga shqipet e diasporës për hudi,
për bluza, për xhaketa, por edhe për këmisha. Ja ku është një këmish e pikturuar me dorë nga Remina në Tru Podcast, dhurat për mua këmisha, por edhe kjo është dhurat për Tru Podcastin, që ta shikoni më mirë. Ja ku është simbolet e trurit këtu dhe Tru Podcast këtu. Dërgo dizajnin tënd të punuar me ChatGPT ose jo, pikturën tënde, iden tënde, dhe neve kemi për detyrë t'ja u hedhim me bojë të zezë mbi të bardhë mbi të zezë, ose në kombinim të ngjyrave. Na dërgo tek numri 069 80 55554 në WhatsApp dizajnin tënd. Ne do ju tregojmë çmimet që bëm për bluzën, për hudin apo për xhaketën dhe këmishën. Janë të gjitha punime autentike me dorë dhe sikur të dy juve persona të dërgoni të njëjtën grafik apo të njëjtin imazh, nuk mund të bëhen dot dy një lloj sepse është handmade, është autentike. Punohet me bojra, punohet me airbrush, punohet me penel. Dhe gjithashtu, juve që nuk dini të dërgoni në WhatsApp, kemi edhe emailin ton zyrtar për të ruajtur cilësinë akoma dhe më të mirë të fotos apo të imazhit apo grafikës juve do dërgoni. info@trupodcast.media është emaili, na dërgoni, sepse janë gjëra që do ngelen kujtim. Të gjithë juve fansat e Tru Podcastit duhet ta keni një bluzë të tillë. Ju përshëndesim dhe ju presim në 069 80 55 554. Na dërgoni dhe neve ja dërgojmë post kudo që jeni juve. Ju përshëndesim dhe bëj telefonatën tënde porosit një bluze apo hudi nga Tru Podcasti. Miq, në Tru Podcast ka ardhur një biznes i ri për të promovuar. Është një nga shumë të tjerë që kanë për të ardhur dhe do promovojnë bizneset e tyre në dritaren tonë. Biznesi sapo ardhur është Red and Black Motors, me destinacion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Red and Black Motors, juve gjeni mikun për makinën tuaj ideale. Transparenca është leitmotivi dhe kryefjala e kësaj kompanie, sepse mbi transparencën ngrihet edhe ndershmëria mes të 2 apo 3 palëve. Çdo makinë kontrollohet me kujdes, si në interior, si në eksterior, si në kamio, si në motor, si në çdo detaj tjetër teknik. E tregojnë çdo gjë hapur, pastër, duke ju treguar edhe defektet që mund të ketë makina dhe me sa para rekuperohen apo rinovohen, dhe të gjitha këto lloj defektesh, le të themi, që juve ju kushtojnë ekstra, ulen në çmim. Gjithashtu, duhet fiksoni që ka edhe ndrime, jo vetëm me makina, por thelbi i filozofisë të ndrimit është pasi të dakordsohen të dyja palët për çmimin e gjës që po futet në clearing, pra të makinës apo të një ore apo të një, nuk e di se çfarë mund të përdorni juve për të blerë makinën që doni duke përdorur clearingun. Në Red and Black Motors juve nuk gjeni shica, sepse shica ka kudo, por gjeni miq tuaj për makinat. Ka doktor makinash që janë serviset e mirë, po ka edhe miq makinash, ku një ndërta është edhe Red and Black Motors. Kontaktoni në 2 numra në WhatsApp, janë numra amerikan. Në +1 203 802 88 49 ose +1 203 802 48 24. Red and Black Motors, garanci, sinqeritet dhe besim. Merrni telefonë, porosit makinat nga Amerika, super makina. Stax Consulting, edhe një herë, Stax Consulting është këtu për t'ju ndihmuar që biznesi juaj të lulëzojë. Në një botë ku inovacioni dhe përshtatshmëria janë thelbësore për suksesin, Stax Consulting është partneri juaj strategjik për rritje dhe zhvillim të mëtejshëm. Në Stax Consulting ofrohen
zgjidhje inteligjente dhe të personalizuara për biznesin tuaj, nga zgjidhjet për industrinë e mikpritjes, te konsulenca teknike dhe mbështetja për inovacionin industrial. Për t'ju ndihmuar juve që të rrisni efikasitetin, të përshpejtoni transformimin digjital dhe të qëndroni përpara konkurrencës. Çfarë din të bëjnë më mirë? 1. Modernizojnë proceset e biznesit me teknologji dhe strategji të përshtatura enkas për juve. 2. Ndihmojnë kompanitë të zbulojnë mënyra inovative për të kursyer kohë dhe burime. 3. Hartojnë plane zhvillimi që sjellin rezultate të mashme dhe afatgjata. Numri i kontaktit është +1 718 675 64 49. Do pyesni juve, o gash, prap nga Amerika? Po, është në Dover, në Delaware, në qytetin ku ka lindur Bideni, ish presidenti i Amerikës. Merrni në telefon, juve që jeni në Amerikë, por edhe juve që jeni në Shqipëri apo kudo që ka shqiptar, sepse teknologjia nuk njeh as etni, as krahin, as vend, as gjeografi. Teknologjia është kudo në gjithë botën, suportit vjen nëpërmjet aparaturave dhe teknologjisë digjitale. Pra ti mund të kesh biznesin tënd në Honolulu dhe Stax Consulting të merr dhe të supervizon dhe të suporton nga Doveri, me anë të magjisë që ata din të bëjnë vetë. Gjithashtu, për ta kuptuar më mirë se çfarë është Stax Consulting, shikoni në stax.consulting në website-in e vet. Gjithashtu e keni edhe një email nëse juve doni që ti bëni pyetje më të thella apo të hyni direkt në negociata biznesi për suportin që mund t'i japi Stax Consulting. Emaili është contact@stax.consulting. Mos harroni, kur përmendet Stax Consulting është inovim, optimizim dhe rritje. Pra, inovoni, optimizoni dhe rrituni. Stax Consulting. Shkruani Amerika. Ja u sollëm Amerikën këtu. Miq, juve dini që diaspora zë pjesën ndërmuese të audiencës tonë, kësaj na ofrojnë biznese nga shqiptarët të cilët jetojnë jashtë kufive të MMD-ut. Një ndër ta është Stone Mountain Law, një zyrë legale e themeluar në Angli. Është akredituar për shërbime emigracioni nga IAA, Autoriteti i Shërbimeve të Emigracionit. Janë ekspert të licencuar nga shteti, jo anonim, që nuk mbajnë përgjegjësi për çfarë bëjnë. Pra në Stone Mountain Law, juve miq, jeni duke u marrë me ekspert të licencuar. Pse e theksoj këtë? E theksoj sepse boll dhat lek pa letra, pa hedhur një firmë, pa dal dikush garant për pagesën apo edhe për mbërritjen tuaj në Mbretërinë e Bashkuar. Mos u merrni me sekser anonim. Mos u merrni me seksera që ja u bëjnë fush me lule, sepse emigracioni nuk është fush me lule, por duhet të ndjekësh etapat legale që ti të shkosh dhe të ambientohesh, të socializohesh dhe të përshtatesh me një realitet të ri, ndryshe nga vendi mëm. Boll shkuat me gomone dhe duke lënë jetën në rrugëve, o njerëz. Sot në Tru Podcast ka një muaj që ka ardhur Stone Mountain Law. Stone Mountain Law bën ndjekjen e komplet procesit me protokoll dhe transparencë të plot. 100% success rate reale në 2025, sepse nuk merret përsipër aplikimi nëse nuk ka dokumentacion të plot ose ka mangësi serioze sa për të bërë puna. Vizat kryesore që mund të kenë tepër interes nga Shqipëria janë visitor visa, student visa, kam partnership me mbi 100 universitetet më të elitare të UK, të Mbretërisë Bashkuar, dhe përfitojnë ulje. Merren edhe me të gjitha procedurat. Sponsorship license për bizneset në Angli që ju mundson të marrin fuqi punëtore nga jashtë. Bashkim familjar për gjithë juve njerëz cilët jeni familje të ndara për arsye të emigrimit të njërës pal apo të palës tjetër, dhe citizenship ose passport për rezidentët aktual në UK. Shërbimi ndaj klientit është 10 nga 10 nota.
Post-Arrival Advice, pak që përfshin integrimin kulturor, shkollimin profesional, taksat, aplikime për llogari bankare dhe strehim. Dedikim strikt që nga përgatitja e dokumentacionit, plotësim nëse ka mangësi, deri tek marrja e vizës dhe më pas me ardhen në UK me free post-arrival advice, e certifikuar për mbrojtjen e të dhënave të klientit, i cili është kthyer në problem serioz në çdo sektor. Çmime transparente, absolutisht pa kosto të fshehura. Dhe më e bukura e më të bukurave, në Stone Mountain Law ke 15% ulje në qoftë se ti përmend True Podcastin. Edhe në Angli po ju çoj me ulje True Podcast dhe Stone Mountain Law, një bashkëpunim për ndihmë të vëllezërve dhe motrave ton shqiptar që janë emigrant ose synojnë emigrimin. Nuk duam që njerëzit tanë të provojnë gomonen 2025-ën, të lënë jetën rrugëve, sikur janë jetim pa tokë. Për ta kontaktuar Stone Mountain Law, duhet të kontaktoni në numrin +44 7777, pra 47 277 505. Edhe një herë, +44 7777 277 505. Ndërkaq, është dhe faqja e website-it www.stonemountainlaw.com. Adresa për gjithë juve shqiptar që jeni në Angli ose në Britaninë e Madhe, North London Business Park. 15% ulje, nëse përmend True Podcastin. Për ty që e lexues, për ty që e dashuron librin, ka vetëm një faqe që mund të merrni jo vetëm libra, por merrni dhe sugjerime për librat. Është stacioni i librarisë nga Kristiana Çelaj, mikesh e True Podcastit. E keni parë dhe këtu në një bisedë shumë të bukur që është pëlqyer nga më shumë se 5000 veta. Dhe juve dini që YouTube nuk është si TikToku apo Instagrami që mund të dalësh për 30 sekonda me një budallik edhe bësh viral. YouTube që të bësh viral do kontent shumë cilësor. Dhe kjo vajza bashkë me stacionin e librarisë ja kanë arritur qëllimin. Mua më kanë ardhur shumë dhurata, më ka ardhur kjo, më ka ardhur libri këtu poshtë, edhe shumë libra që i kam këtu te kjo biblioteka ime modeste. Merrni librin tek stacioni i librarisë. U prija një bilet vetes, më shumë se 25.000 lekë të vjetra, nuk kushton një libër voluminoz, dhe prija vetes biletën për një udhtim në univers. E dini vetë juve për çfarë flas, juve pasionatët e dashuruesit e librit. Stacioni i librarisë në Instagram dhe keni 15% ulje nëse përmend Gashin dhe True Podcastin. Vetëm vazhdoni lexoni, sepse vetëm kështu mund të ndryshojmë Shqipërinë tonë. Për juve që keni biznese dhe jeni të detyruar që ta arredoni periodikisht biznesin tuaj, True Podcast ju sugjeron një emër, Eden Decor, çmime konkurruese, mall që vjen vetëm nga Italia, dhe po ta shikoni këtu, është kjo pema që Eden Decor na e ka sjell neve si dhuratë në True Podcast, ku çdo gjë duket origjinale, edhe këto gjethet janë duken si origjinale këto gjethet këtu, por që janë plastike. Druri është i vërtet. Kjo i jep bukuri kësaj pemës këtu. Juve dinte dashurinë time për kafshët edhe për bimët, por në ambientet mbyllura, kush lodhet me pastrimin e petaleve dhe të gjethave? Dhe për këtë lloj gjëje, zgjidhja është vetëm Eden Decor. Juve anfisa që doni të merrni lule shumë të bukura që duken si origjinale në shtëpi, ose juve pronar biznesesh të cilët jeni të detyruar që të arredoni hera herës biznesin tuaj. Dhe për këtë lloj gjëje është vetëm Eden Decor. Kontrollo këtu tek QR kodi dhe shikon se çfarë perlash edhe çfarë malli cilësor është. Eden Decor në True Podcast. E dini vetë juve. Mm-hmm.